Hoxhë nderuar, cilat janë ato punë të cilat preferohet që robi t'i bëjë në këtë 10 ditë? Atëherë, siç e tham, këto 10 ditë janë ditë të çmuara, janë ditë të veçanta, janë ditët më të mira të vitit. Dhe normal, besimtari mund t'i shfrytëzojë në punë të shumta. Por puna kryesore është haxhi, që është pikërisht në këto ditë. Dhe ne e dim që Muhamedi a.s. ka thënë hadith, el hajjul mabrur, pra haxhi i pranuar, nuk ka shpërblim për to vetëm se xheneti. Besimtari duhet ta mendojë, ta kryej këtë shtyllë dhe të përpiqet ta kryejë shtyllën e 5 të Islamit. Dhe pikërisht ajo bëhet pra në këto ditë. Kjo është një prej shtyllave të Islamit, realizohet pra në këto ditë. Po ashtu normal, çështje tjetër që mund ta shfrytëzoj besimtari është namazi. Ti kushtoj rëndësi namazit, ta fal në kohë, të mundohet ta fal atë me xhamat. Prej punëve të cilat mund të bëjë besimtari në këto ditë është agjerimi. Agjerimi i ditës Arafatit, për të cilën Muhamedi a.s. thot, pra siç kuptohet prej fjalëve të Muhamedit a.s. shpresoj që me agjerimin e kësaj dite pra të falen mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Prej punëve që mund të bëjë besimtari në këto ditë është tekbiret. Forma më e shquar e tekbireve është Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibn Umeri, bashkë me Abu Huraira, dy shokët Muhamedit a.s. dilnin në këtë 10 ditë në treg dhe bonin tekbire. Njerëzit bonin tekbire pas tyre. Mejmun ibn Mehran, njëri prej të parëve tanë, tregon thotë ja arrita njerëzit, pra që bonin tekbire, bonin aq shumë tekbire sa që ngjasonin me dallgët e detit. Pra imagjinoje sa shumë angazhoheshin të parët tanë me përmendjen e Zotit gjëtësisë, me tekbire. Normal besimtari në këto ditë pra përmend Allahun e lartësuar shumë. Dhe Zoti i gjëtësisë e përmend edhe në Kur'an, që ta përmendin Allahun në ditë të numëruara. Pra, të angazhohet sa më shumë me përmendjen e Zotit gjëtësisë. Po ashtu vepra tjera të ndryshme të mira, siç është sadakaja, t'jap lëmosh. Po ashtu leximi i Kur'anit. Pra, sjellja e mirë me njerëzit, respektimi i prindërve normal, ruajtja e lidhjeve farefisnore, edukimi i fëmijëve. Pra, mos të lej por të mirësie dhe punë vetëm se të angazhohet me të. Dhe le të vlejnë këto 10 ditë si një pikë ndryshimi në jetë. Që nëse besimtari angazhohet për shembull me namaz në këto ditë, le të vazhdojë edhe pas, sepse le të jetë ai pikë synimi ynë arritja e faljes, e mëshirës së Madhit Zot. Pra, të nxitojmë dhe të angazhohemi me arrit mëshirën e Allahut të lartësuar dhe nëse Zoti i gjëtësisë të fal, atëherë arrin mirësi të mëdha, si në këtë botë, por edhe mirësinë e botës tjetër, që është xheneti i Allahut të lartësuar.